qysh me blok po bin këto blok që ku shmi megavati shkon 500-600. E s'po bin kur është 200. 600-700. Ose 600-700. Kur janë 20 euro. Qysh ka zot tash ti mu? Kemë 20 euro. Mafia energjetike që ka qenë në korporatë energjetike dhe në këtë sistemin, e kriju me fillimisht nga unë miku, e forcume dhe e trashëgume nga gjithë tjertë pastaj, është shku duke u forcu. Dhe kjo mafia energjetike nuk mundet me funksionu në Kosovë pa ndërlidhje me Serbinë. Nuk mundet, harrone. Zanotin e kam mësuar për Serbëve. Zanotin e kam mësuar. Pra, mafia energjetike është zhvillu dhe u forcu. Qëtë janë jam një vlodë, janë e këtë punë, kosti u bo kë. Kosovë, qeveria e Kosovës e ka forcu, nuk e ka luftu, e ka forcu, e ka stimulu mafin energjetike. Mafia energjetike shqiptarët nuk kanë ditë me marru Pavuk Hamovicin as 2000-ën, as 2025-ën së në të mojnë. Harrone atë punë. Harrone atë punë. Nuk ka mundësi, sepse zotnit e tregtimit rrymës, edhe shvercit rrymës në Ballkan, jënë konë dhe jënë Serbët. Jënë konë dhe jënë Serbët. Shqiptarët mundën veç me punu me ta që shkanë punu gjithë dhe punojnë. Pra, mafia energjetike është ka e bënë këtë punë normal. Mafia energjetike s'len ty me ndërtu termocentrale s'kalon. Mafia energjetike s'len me të kryrë i parimet që shdush. Mafia energjetike qënë atje në skojët e Evropës me gjithë kompani kështë marrë me kryrë novime. Këtë të e në pjesë e mafisë energjetike. Këtë të tani paransishme, ajo skema, të kostit ajo kalëzën që s'ka do me bo, kur që me rryma e s'ka do me bo, e vish ka thonë për pënsoj dë. Asi skeme, asi skeme as këfori një farë vokë të si bojke. Si skema do me thonë, kjo është e pa imaginushme, në për thëmë më këfoli për kërë shefin ekzekutiv në orë këtë trim Tërnovës e së në gjë. Këtë skema është e dyshimt. Se kësi pasoj edhe emrimi i ti është i dyshim. Ama kjo është me ruse, po ta shti po thunë e këmë vëtu. Po vëlloj me qitë s'kem, kur ti fitëm 51%, atë na s'kem që me folim këto. Djesh me jabosja të lumi, mi mbrojt. Tjetër s'ta kamet. Me dojnë mi mbrojt e mi thonë, kur o bo Kosova keq. Ha, po kupton? Qysho keq Kosovasën? Tjetër, s'ki bo. A din, se je ka, si me thonë, je... Po dhe ka prashit një vend o vlo. Astrid, po shkon Davos, po tërjik, po kërkon investitur. Kur në rrim nuk i për problem, kur nuk e di që shkon atje. Qysh kërkos duke bërë një pyetje? Pse s'ka njës në 5 vjetë të fundit asë një projekt energetik? Pse? Pse u prish në 2020-ën? Edhe mendime në një pjesë e shoshni civile? Edhe mendime në një pjesë e shoshni civile? O, të madhe. Pse u prish? Dhe ku e pësën, që që e malë kjo punë, pse s'ka rrymë është përshkak se mafia energjetike e kontrolon sistemin energjetik të Kosovës. Dhe kjo mafia energjetike që u heqim na, me em na këtu, lumnijat, ata, kjo është lidhje, nuk ka mundësi mësë me konë lidhje me Sërbë, sepse Sërbët janë zotërit energjisë. Po nësë përlojnë bre me Sërbi, në kemi një qeveri që së dënë për shpënimin me Sërbi. Kupton ti, Vuk Hamovici, pse po e thu zë Trigoshi? Vuk Hamovici atë qëta, ta kanë posë kompani të registruar me Londër 2000-ën. Në 2000 atë që rakon ty bona. Ty mundu me hinë të Kosova beti që është me marë, me funksionu. E kena posë dhe tërfastos Aliun. Pro, sistemin e Kosovës, energetik Kosovës, fatkeqësisht një kohë e ka posë të Shqipërisë, e ka posë mafia energetike Sërbë dhe vazhdojnë me posë mafia energetike Kosovës. Sërbë këto. E këto e në biznisë e pare që ndohen, shpëndohen me njëjë tjetrit. Përfshirë atu të Martinit e këtë të tjera.